Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër, mos pini kafe nëse trupi juaj shfaq këto 6 shenja. Kafeja është një burim i energjisë për shumë njerëz në mbar botën. Ka njerëz që nuk e konsumojnë kafen, por ka të tjerë që nuk e imagjinojnë ditën pa e konsumuar një kafe sapo hapin syt, dhe të tjerët që konsumojnë më shumë se 4 filxhan kafe në ditë. Konsumi i kafes në vendin tonë përllogaritet të jetë rreth 2.7 kg për frymë në vit. Kjo do të thotë se konsumi i shqiptarëve i kafes mund të arrijë nga 350 deri në 400 filxhan kafe në vit. Këto shifra besohet të jenë më të larta nëse merren në konsiderat fakti se të vegjëlit nuk pinë kafe. Kafeja ka të mira dhe të këqija për organizmin. Kafeja e tepërt mund të rrisë nivelin e hormonit të stresit. Ekspertët thonë se kafeina arrit nivelin e hormonit të stresit, siç është për shembull kortizoli. Ky reagim rrit edhe nivelin e insulinës dhe kjo e fundit rrit gjithashtu edhe inflamacionin në trup, gjë që ju bën të ndiheni akoma më keq. Nëse e teproni me kafen, atëherë ndjeshmëria ndaj insulinës mund të jetë vërtet e dëmshme për shëndetin tuaj. Ekspertët sugjerojnë në konsumin e kafes gjithmonë brenda normës së lejuar, për të evituar kështu gabimet në konsumin e saj. Kafeina dhe kolesteroli mund të kenë një ndërveprim të fortë. Ndonse kafeja përmban sasi të lartë antioksidantëve, ajo çliron në sistem disa substanca që kanë lidhje me nivelet e larta të triglicerideve dhe kolesterolit të keq. Për më tepër, acidet e kafeina vonojnë në përthithjen e glukozës në zor, e cila arrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe mbipeshës. Kafeja është një pije shumë e mirë kundër urthit. Kafeina ka aciditet të lartë dhe shkakton pareati në stomak, probleme me tretjen, urth dhe prishjet e ekuilibrave të florës bakteriale. Përveç urthit, kafeina e tepërt krijon varësi dhe bën të pamundur shfrytëzimin e energjisë natyrale të trupit. Kafeina mund të ndikojë gjithashtu edhe te gjendja juaj shëndetësore e trurit. Kafeja ndikon në sintetizimin e serotoninës, që është hormoni i lumturisë. Njerëzit që pinë shumë kafe janë më të rrezikuar nga nivelet e ulta të serotoninës. Ky hormon është i rëndësishëm për gjumin, tretjen dhe humorin dhe nivelet e energjisë. Pra kemi të bëjmë me një rreth vicioz, duke qenë se kafeja prish gjumin dhe nxit ankthin dhe depresionin. Kafeina mund të ndikojë gjithashtu edhe te humbja e mineraleve në trup. Kafeina nxit nxjerrjen nga trupi të shumë mineraleve të rëndësishme nëpërmjet urinës. Bëhet fjala për kalciumin, magnezin dhe kaliumin. Prishja e ekuilibrave të elektroliteve mund të shkaktojë komplikacione serioze. Pirja e tepërt e kafes mund të ndikojë gjithashtu në shëndetin e mëlçisë. Kafeina pengon procesin e detoksifikimit të mëlçisë. Kjo do të thotë se për shkak të kafeinës, ky organ e ka të vështirë të pastrohet nga toksinat, duke shkaktuar akumulimin e dëmshëm të tyre. Kafeina pengon edhe përthithjen e ilaçeve kundër depresionit dhe përkeçimin e simptomave. Nëse doni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, kafeja duhet të konsumohet gjithmonë brenda normës së lejuar. Disa nuk mund të fillojnë në ditën pa pirë një filxhan me kafe dhe disa të tjerë e mbajnë gjithmonë pranë tasin e madh me kafe. A e dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin tuaj dhe trupin nëse e teproni? Ja cilat janë disa nga pasojat negative të teprimit me kafen, sipas Healthline. Ju bën që të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Prandaj kafeja nuk duhet asesi të teprohet në mënyrë që të mos shkaktojë këto efekte anësore për shëndetin tuaj, citojnë ekspertët. Pirja e tepërt e kafes në dietën tuaj mund të shkaktojë gjithashtu edhe dëmtime të shëndetit të mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza të vogla të kafes ndihmojnë në trupin të detoksifikohet, por sasitë të mëdha të saj mund të çojnë në pasoja të kundërta dhe dëmtime të forta të shëndetit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të mos e teproni me kafen në mënyrë që gjendja juaj të mos ndikohet negativisht. Pirja e tepërt e kafes
mund të rrisë trysninë e gjakut, të sjellë efekte negative për shëndetin tuaj dhe gjithashtu të shkaktojë problematika të ngjashme në organizëm. Gjithashtu, studimi I kryer në Carnegie Mellon University tregoi se pirja e tepërt e kafes mund të stimulojë rrahjet e shpejta të zemrës dhe mund të shkaktojë edhe probleme të frymëmarrjes. Ndaj, nëse doni që të mos vuani nga këto shqetësime, këshillohet që kafen ta keni pjesë të dietave tuaja të përditshme. Kështu do të keni më shumë përfitime për shëndetin dhe mbi të gjitha në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Nëse e pini kafen më shumë se sa duhet, atëherë do të bëheni më shumë nervoz dhe do të keni edhe probleme të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Prandaj këshillohet që kafen të mos e teproni asesi në dietën tuaj. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë edhe transportin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë edhe procesin e vendimarrjes. Prandaj, pirja e tepërt e kafes mund të ketë një rol negativ në këtë drejtim, citojnë ekspertët. Pirja e tepërt e kafes mund të shkaktojë rritjen e problemeve të pagjunësisë. Kafeja mund të pakësojë me 6 orë kohën e gjumit që ju duhen në 24 orë, që substancat që të largohen nga trupi juaj mund të ndikojnë negativisht edhe në cilësinë e gjumit. Prandaj, mos pini asnjëherë kafe të paktën 4 deri në 6 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Pirja e tepërt e kafes mund të nxjisë gjithashtu edhe shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk I bën mirë shëndetit të kockave nëse e teproni me konsumin e saj. Për të shmangur këtë problem, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin më shumë vitaminë D në dietën tuaj, të cilat do t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim dhe mbi të gjitha do të forcojnë shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë që të mos e teproni me pirjen e kafes, pasi siç dihet, mund të shkaktojë edhe probleme me shëndetin e nyjeve. Pirja e tepërt e kafeve mund të nxjisë edhe urinimin e tepërt, I cili mund të bëhet vërtet I bezdisshëm, sidomos nëse ju ndodh edhe gjatë kohës së gjumit. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikjen urinare dhe të nxjisë edhe problemet me urinimin. Prandaj kafen nuk duhet ta teproni kur e konsumoni dhe asnjëherë në orët e vona të mbrëmjes nuk duhet ta pini, për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme me shëndetin. Kafeja e tepërt mund të shkaktojë edhe dhimbje të forta të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes kanë të ngjarë që të vuajnë më shumë nga dhimbjet e kokës. Kjo mund të nxitet edhe falë problemeve të kafeinës, që mund të shkaktojë dhimbje koke, ankth dhe lodhje dhe depresion. Prandaj, nëse vuani nga këto shqetësime, nuk duhet të konsumoni kafe. Kafeina e tepërt vret aftësinë krijuese. Marrja e një doze të tepruar të kafeinës nuk e dëmton as pak procesin krijues, por përveç kësaj mund të ndikojë gjithashtu në shfaqjen e problemeve të pagjunësisë. Pirja e tepërt e kafes është një armë e cila mund të ndikojë gjithashtu edhe në dobësimin e sistemit urinar, duke u bërë që të ndjeheni nevojën më të madhe për të urinuar, sidomos edhe gjatë periudhës së gjumit. Ekspertët këshillojnë që të mos e teproni me pirjen e kafes, pasi mund të nxjisë urinimin e tepërt. Meshkujt duket se duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes, në qoftë se nuk duan të zhvillojnë ose të përkeqësojnë mosmbajtjen e urinës. Përfundim ky I studimeve të kryera në Universitetin e Alabamas në SBA. Pirja e tepërt e kafes ju bën që të keni gjithashtu edhe dhëmb më të pisët. Të pish shumë kafe mund të ngjyrosë dhëmbët tuaj me një nuancë të verdhë dhe cila do të ndikohet gjithashtu edhe në dukjen tuaj. Pirja e tepërt e kafes mund të shkaktojë halucinacione ose mund të shikoni gjëra që realisht nuk ekzistojnë. Në këto raste, është më mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që I ndodhin shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.